Fieri mban rekord për divorce, martesa fiktive dhe fëmijë të lindur jashtë martese. Sipas statistikave për vitin 2025, rezulton se u regjistruan nga 1 deri në 2 kërkesë padi në ditë për zgjidhje martese, ndërsa në total janë shënuar 571 raste të divorceve. Në zgjidhjet e martesave është dhe një numër shumë i lartë i konsiderueshëm që janë martesa realisht fiktive. Pra, janë martesa të lidhura me persona që kanë probleme me dokumentacionin, me ekspulsot, me depërtimin në zonën Schengen, dhe këta persona rikthehen në Shqipëri, duke pasur parasysh që nuk mund ta kalojnë kufirin me të dhënat që kanë, krijojnë martesa fiktive, marrin mbiemrat e rinj të bashorteve të reja, ribëjnë dokumentacionin nga e para dhe kalojnë në zonën Schengen me mbiemrin e ri. Të dhënat nga gjykata e Fierit tregojnë dhe rritje të padive për mosnjohja atësie. Vetëm gjatë 2 viteve të fundit janë regjistruar 29 çështje të tilla, përmes të cilave pretendohet mosnjohja atësisë, ndërsa në 6 raste të tjera janë hapur procese gjyqësore për njohje atësie. Kërkesat për mosnjohje atësie që shpesh shoqërojnë procesin e divorceve, sipas avokatëve, lidhen dhe me fenomenin e martesave fiktive. Këto janë celebrime që kryen në shmangje të ligjit. Në pjesën dërmuese të rasteve janë burrat ata që për ta anashkaluar dëbimet nga shtetet europiane marrin mbiemrin e bashkëshorteve, ndërkohë këto të fundit sjellin në jetë fëmijë me partnerin ose bashkëjetuesin, por ligji njeh si baba bashkëshortin zyrtar. Një vajzë për të ndihmuar dikë martohet me atë duke qenë zyrtarisht e martuar në gjendjen civile, por ndërkohë bashkëjeton me personin që vërtet do dhe kërkon që të krijojë familje. Vajza në fjalë mund ngelet dhe shtatzan me bashortin që bashkëjeton vërtet, faktikisht. Dhe ligji ka parashikuar që në këtë periudhë kohe, nëse kjo vajzë e lind fëmijën, pra brenda 300 ditëve që parashikon kodi familjeve, ky fëmijë lind, në mënyrë automatike me ligj konsiderohet si fëmia e djalit që kjo ka me dokumentacion, pra me letër, me martesë ligjore. Dhe për ta bërë këtë gjë, pra për t'i hequr atësinë personit që ka me letra, i bie që t'i drejtohet gjykatës me heqjen me kundërshtimin e atësisë. Sipas avokatit Goxhaj, padit për mosnjohje të atësisë po bëhen gjithnjë më shqetësuese, ndërkohë që mungon një frenim ligjor, për sa kohë vazhdojnë martesat fiktive me qëllim për fitimet ligjore në shtete të tjera.